të përfshihet dhe të parashihet buxheti për dërgimin e fletvotimeve për votuesit jashtë Kosovës, pra ata që regjistruan për votim jashtë Kosovës, përmes postës të dërgohet fletvotimi nga KQZ-ja secilit individualisht dhe personalisht, fizikisht në secilin vend ku ai jeton. Kjo është kërkesa, kërkojmë edhe një herë që kjo të përfshihet në kuadër të këtij buxheti, pra të bëhet një paramas prej një numri duke marrë referencë edhe zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit. Po, mi bo një proces zgjedhor me cilin e prish një integritet. Proceset zgjedhor që ka kaluar në të mirën, unë nuk jam para te. Edhe konsideroj, pse ngull një koma, mandamentimi do të del kryetar para se mu votu buxheti. Që shdonit e je kryesues e qëtë, pa e s'ka asnjë fal logjike, tutje. Që do të procedojmë me buxhetin ashtu siç na ka ardhur, meqense se nga vetë sekretariati nuk ka ardhur asnjë rekomandim për këtë operacion në formën qysh kolegu e transmetoi dhe dje kemi shterë debatin, kështu që unë po mendoj që edhe gjithashtu edhe sipas kërkesave që ishin gjatë ditës së djeshme ne mbajtëm këshillin për buxhet, ku e shqyrtuam dhe ashtu siç e tha dhe kolegu, e mori atë epilog, kështu që jemi edhe në limitet e kohës për sa i përket fillimit të organizimit të operacioneve zgjedhore dhe tashmë mendoj që çfarë vënohet më shumë se sot ky buxhet do të krijon probleme në organizimin e procesit zgjedhor dhe zbatimit të aktiviteteve të përcaktuara me ligj.